kishte rënje të mbështetjeve për vetëvendosjen e zotit Kurti në zgjedhjet e mundshme që mund të mbaheshin maj ose në qershor? Pa dyshim. Vetëm kalkulohet përqindja e ramjes, për ndryshe ramja është e garantuar për disa faktorë. Një nga to është po pritet që t'jetë zonja Vjosas, pjesëmarrja e saj në garën zgjedhore, pastaj edhe faktor tjerë siç është votimi i qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, që cilët me 28 vjetor të vitit kaluar ishin të gjithë në Kosovë, tani në fillim qershorit e kanë të pamundur që të marrin pjesë përveç nëse votojnë përmes postës, por praktikat e mëhershme kanë treguar që një masë shumë e vogël regjistrohet për të votuar. Prandaj janë disa faktorë dhe indikatorë që japin shenja që lëvizja vetëvendosje mund të bjerë, por se sa janë varet nga vullneti qytetar, por pothuajse është e pranueshme nga të gjithë që do të ketë një hartë të re të Kuvendit të Republikës Kosovës pas këtyre zgjedhjeve, me gjasë se ka kuptuar edhe zoti Kurti dhe në fund ndoshta edhe u përpjek që të kesh një ofertë i joshës me pozitën e zëvendës kryeministrit me disa ministri për LDK-n që ta bindë që t'ja votoj kandidatin dhe me këtë do t'i vreste dy zësh, pra me një guri, sepse do ta merrte pozitën e të parit shtetit, kryeministrin po ashtu, dhe do ta evitonte përballjen me një si më thonë, një ekip të ri elektoral, duke shtu Vjosën Osmani, cilën e njeh mjaft mirë, ka pasur bashkërisje për 5 vite, dhe din që një kombinim me Vjosa Osmanin krijon një simpati tek qytetarët, prandaj mundua që ta evitoj këtë, por oferta ishte pa mjaftueshme sepse pozita e presidentit nga opozita tashmë është e pa negociueshme. Duhet ta propozojnë ata. Kemi dëgjuar edhe sot të paralajmëroj zotin Kurti se vendi mund të jetë i detyruar të shkojë drejt një cikli të zgjedhjeve të njëpasnjëshme. A ekziston një rrezik i tillë dhe çfarë pasojash do të kishte? Teorikisht ekziston një mundësi e tillë natyrisht, sepse numrat mund të lëvizin, mund zbriten nga lëvizja vetëvendosje, të shkojnë nga lidhja demokratike, por nuk rritet numri prej 120 deputetëve. Ato do të shpërndahen, disa me vendet e rezervuara te pakicat serbe, disa te pakicat jo serbe, pra numrat do të jenë aty. Pastaj, por çka mund ndodhë, unë po besoj që qytetarët në votën e tyre do t'ja imponojnë bashkëpunimin e spaku dy partive të mëdha shqiptare për ta kriju fillimisht qeverinë, e pastaj si dy partner është më lehtë negocimi ndoshta edhe me partnerin e tretë për ta ndarë me të pra opozitës për t'ia dhënë pozitën e presidentit vendit, sepse Kosovën e presin procese shumë të vështira, tema kryesore e asociacionit po pret në Prag për ta rinisur dialogun, dhe unë po besoj që veç kanë filluar disa takime, disa vizita të zotit Sorensen në Kosovë, prandaj do t'imponohet, nuk po them që mbetet tërësisht në vullnetin e partive politike që të tejkalohet kriza, por besoj është e mjaftueshme që pas shkuarës zgjedhjeve në qershor t'i thirrin mendjes liderët e partive politike, ta pranojnë rezultatin ashtu siç është dhe partitë që qeverisin me vendin t'i ofrojnë opozitës propozimin për kandidat për president. Dhe jam optimist që kjo do të arrihet sepse vërtet duhet jemi të gatshëm për t'i frenuar edhe apetitet e Serbisë drejt tensionimit të situatës në vend dhe shfrytëzimin e kësaj situate, këtij vakumi institucional për ta shit idenë e tyre të gjoja mos funksionimit shtetit Kosovës dhe të rrezikimit të komunitetit pakit serb në Kosovë. Pra kemi vërtet të domosdoshme, jo vetëm të nevojshme për t'i krijuar shpejt institucionet, por të domosdoshme. Dhe po besoj që në fundit edhe qytetarët e vendit ndoshta do të reagojnë nëse prap ka kalkulime të tilla dhe kalkulime për pozita personale e jo për formim të institucioneve dhe funksionim të tyre normal.